Ja se çfarë ndodh diabetit dhe zemrës nëse hani kosë çdo mëngjes. Njerëzit që hanë kosë çdo ditë kanë një rrezik më të ulët të zhvillimit të osteoporozës sipas një studimi shkencor irlandez. Studiuesit u udhëhequr nga Emon Lairdi, shkollës mjekësore në Trinity College Dublin, i cili publikoi studimin përkatës në revistën Osteoporosis International, sipas New York Times, studiuan të dhënat e 4.310 njerëzve mbi 60 vjeç, duke lidhur dietën e tyre me shëndetin e kockave. U zbulua se konsumi i përditshëm i kosit lidhet me një rrezik 39% më të ulët të osteoporozës dhe një rrezik 31% më të ulët të osteopenias te gratë, si dhe te njerëzit 52% më të ulët të osteoporozës te burrat krahasuar me ato që nuk e hanin kosin. Njerëzit që hanë kos kanë 3 deri në 4% të ndësi më të lartë të shëndetit tuaj të kockave, gjithashtu kanë një zemër më të shëndetshme dhe mbi të gjitha, edhe diabetin nuk e kanë në nivele të larta.